Pika pasus ose pretendimi tjetër, do të thotë që lidhet me përfshirjen e 4 kandidatëve në procesin e rivotimit, në fakt e kam një koment. Edhe këtu besoj që kemi këtë qartë. Kandidatët me mas shumë të vota, pra janë kur ato kanë 3, 4, 5 kandidatë, apo kandidatët me votë barabart gjithmonë shkojnë në proces me i konkuru njëri tjetrit. Ndërkohë që ne këtu i kemi 2 pozita. Dhe për koincidencën e ngjarjes, ka koinciduar që 2 kanë vota të barabarta dhe 2 tjerë kanë vota barabarta. Pra nuk kishte në princip një alternativë për 3. Dhe këto dim gjithë. Tani sa mund të jem bëndshëm në një artikulim tjetër, kjo edhe mund të diskutohet, edhe mund ta marrim edhe kohën, por besoj që si proces është krejtësisht i thjesht, nuk lën hapësirë për me diskutu, sepse po të shkonin 2 kandidatë, s'po do më thonë as mi referu tani as me emra, ata nuk i konkurrojnë me njëri tjetrit. Sepse ka 2 vende aty. Dhe çdo rast, votimi për 2 kandidatë, në atë situatë do të ishte i vlefshëm. Kështu që interpretimi rregulluar më duket që është i thjeshtë, me të thënë drejtën. Dëshirat mund të jenë tani këtu të ndryshme. Edhe kjo mund të na thonë neve, si më thonë, kanë vështrime të ndryshme të interpretimit që po si përfundim, gjithë të dim që kjo kalkulohet me votim. Nëse dikush ka me thonë dhe diçka mirë, nëse s'ka mund të veçit votim tani këtë. Po. Në mos mu pajtu ose mos mu pajtu me juve ose me cilin do antar këshillit ose paket për pikpamjes edhe interpretimet. Por dyqysh vjen keq që do të më thonë po kanë jarë, duket që pak edhe me qëllim, do të thonë kur ju e thoni interpretimin e juaj, atëherë është ky interpretim është mendimi juaj. Ndërsa kur unë e tham interpretimin tim, ju po thoni që është avokim ose për një çështje të caktuar, jo kryesues, çdo keni gabim. Unë e shoh çdo procesin, përndryshe unë asnjë rast as nuk e tham që në votim shumica fiton, unë respektoj mendimin e shumicës këtu pa kurrë problemi, domethënë keni më pa sot çka do të vendosë këtu, kam respektuar edhe vendimin pasues atje pa kurrë problemi është. Po ju kisha lut mos e referoni kështu se s'kam kurrë interesi me mbrojt ndonjë qendrim ose me avokut dikan për diçka, jo në asnjë rast. Po kjo është qendrimi jam, e kum pa memon, ju e dini kryesues një pjesë gjatë edhe s'jam kënd këto, e kum mendu mendimin tam e kum shpreh, besoj që kam drejt. Që kjo është një interpretim im, sa i përket asaj që kum pa, edhe sa i përket asaj që shkruan. A mundet më kanë për juve i qëndrueshëm apo jo i qëndrueshëm ose diçka tjetër? Sa i përket a kemi dëshira, as kemi dëshira, ajo është subjektive, edhe ajo nuk është që shprehet këtu në tavolinë. Jo kam edhe. Po, kështu që ajo nuk shprehet këtu në tavolinë. Tu jemi profesionista, por me zbatua është në rregull. Nëse shumica këto mendojnë që kjo qëndrim është në rregull, po unë jam në rregull me shumicën, sepse çka kam më po, është organi kolegjial. Po, ju kisha lut kryesues, mos e referoni kur unë e kam interpretimin tim, më thon kjo është dëshirë ose kjo është interpretim me këtë dim. Jo në fakt unë nuk e di. Unë shpreha mendimin për shkak se s'e di. Se në momentin që e di se shpreh mendimin hes. Kështu që ju kisha lutur atë. Fare, lutem tash mos e bë dramën. Për dramën. E para s'po tani mendim konkurrues me thon drejtën. Nuk ka dramë kryesues. Lutem, tash nëse mundem tash lutem. Nuk po tani mendim konkurrues me mendimin tuaj. Pra, na konkurrojmë kur debatojmë, unë nuk jam të debatu. Thjesht shpreva një pikpamje, por të paktën për çështjen ne që kanë shumicë. Nuk e. Dakor, pra nuk di, po s'di pse po hen tek pranë këtë kvalifikimin e avokatit. Lutem, po ju tha do fjalë tjera para se më u shpreh tek kjo. Po veçun po besoj që ti si jeni personi vetëm që të fol këtë sallë. Unë jam, po unë më thon avokim ose dëshirë dikujt. Departamenti për çështje ligjore pas pranimit të kërkesës për opinion ligjor, raportet e komisionit për mbikëqyrjen e procesit zgjedhor, si dhe kundërshtimin e zonës Merimi Memaj, ka bërë një analizë të detajuar të çështjes me shënim që Këshilli të ketë një pasqyrë sa më të qartë ligjore dhe procedurale për vendimarrje. Fillimisht departamenti ka shqyrtuar aspektin procedural të kundërshtimit duke e vlerësuar nëse është e lejuar në këtë fazë procedura në kuptim të ligjit për Këshillin Zyrtar të Kosovës dhe rregullore 0919, nga analiza rezulton se legjislacioni në fuqi nuk parashën një mjet juridik të posaçëm për paraqitjen e kundërshtimeve në procesin zgjedhor. Po ashtu parashtresa nuk i referohet një akti konkret administrativ dhe nuk plotëson elementet formale të kundërshtimit sipas ligjit për procedurën e përgjithshme administrative. Megjithatë, duke pasur parasysh rrjedhjen dhe mbrojtjen e procesit, departamenti
ka konsideruar të arsyeshëm që t'i sqaroj Këshillit pretendimet e ngritura edhe në kundërshtim. Sa i përket përllogëritjes së shumicës, rregulloria 09/2019 përcakton qartë se kandidati që merr shumicën e votave shpallet i zgjedhur, ndërsa në mungesë të shumicës ose në rast të barazimit procedohet me rond të dytë votimit. Në rastin konkret, në votim kanë marrë pjesë 34 gjyqtarë, janë gjetur 34 fletë votime në kuti, nga të cilat një është shpallur e pavlefshme. Kjo tregon se trupa votuese ka qenë e plotë dhe aktive. Në këtë kontekst, shumica e nevojshme e llogaritur mbi bazën e pjesëmarrësve real në votim, përkatësisht 34 fletë votime dhe shumica thjesht do të arrihet me 18 vota, ku asnjëri nga kandidatët nuk ka arritur këtë prag të rundën e parë. Fletë votimi pavlefshëm edhe pse nuk ka prodhon efekt të ndarjes së votave, dëshmon pjesëmarrje në proces dhe nuk mund të trajtohet si mungesë apo abstenim formal. Për këtë arsye, vota pavlefshme nuk e ul pragun e shumicës së kërkuar. Pavlefshmëria e fletë votimit është pasojë e mos respektimit të rregullave formale të shprehjes së vullnetit dhe nuk përben mohim apo cënim të drejtës për zgjedhje. Përkundrazi, përfshirja e këtij fletë votimi në numrin e përgjithshëm të fletë votimi reflekton pjesëmarrjen reale të votuesit dhe shmang cënimin e vullnetit dhe pjesëmarrjes në proces. Sa i përket standardeve kushtetuese të sigurisë juridike dhe ndalimit të arbitraritetit, si dhe referencës ndaj praktikës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit, vlerësojmë se këto parime zbatohen në rrethana kur ekziston një rezultat përfundimtar i qartë dhe juridikisht i konsoliduar, i cili rihap dhe relativizohet në mënyrë arbitrare nga autoriteti publik. Në rastin konkret, një rezultat i tillë nuk ka ekzistuar në rundën e parë për shkak të mungesës së shumicës së nevojshme. Sa i përket organizimit të rundit të dytë, ka qenë rezultati drejt për drejt i mungesës së shumicës së nevojshme dhe përbën zbatimin të parashikueshëm të rregullores ku në 9 paragrafin 1 në paragrafin 1.9 parashëroi votimin ndërmjet kandidatëve me shumë vota, në rast se asnjë nga kandidatët nuk merr shumicën e votave ose në rast se numri i barabartë të votave. Megjithatë, ky rregull duhet të interpretohet në funksion të strukturës konkrete të garës zgjedhore dhe numrit e pozitave të shpallura. Në rastin konkret, procesi zgjedhor është zhvilluar për 2 pozita të hapura për anëtarët e Këshillit ku kanë garuar 4 kandidatë dhe jo për një pozitë vetme. Kufizimi i rivotimit vetëm në 2 kandidatë në rrethana kur garohen 2 pozita dhe ku asnjë kandidat nuk ka siguruar shumicën e nevojshme do të krijonte një përjashtim të pajustifikuar të kandidatëve të tjerë dhe do të binte ndeshme konkurrencën e hapur dhe të barabartë për 2 pozitat. Po ashtu standardet e Komisionit të Venecias dhe OSBE-ODIHR-it nuk ndalojnë rivotimin në rastet kur rezultati nuk është i qartë ose nuk ka prodhuar shumicën e kërkuar, por ndalojnë rihapjen e rezultateve përfundimtare të certifikuara. Edhe sa i përket pauzës ndërmjet 2 rundeve, departamenti vlerëson se ajo ka pasur vetëm karakter teknik dhe organizativ dhe procedural dhe ka qenë vazhdimësi e procesit të votimit. Departamenti rikujton Këshillin se një praktikë e njëjtë është ndjekur edhe në raste të tjera, përfshirë procedurën e fundit të përgjigjes sekretarit të një gjykate themelore ku pjesa dërmuese e votave rezulton të pavlefshme. Në atë rast, megjithëse një kandidat kishte më shumë vota se tjetër, Këshilli konstatoi se nuk ishte arritur shumica thjesht e kërkuar për emrin. Në përfundim, departamenti vlerëson se kundërshtimi i paraqitur është proceduralisht i palejueshëm dhe në aspektin substancial nuk gjen mbështetje në kuadrin kushtetues ligjor dhe fuqi. Megjithatë, këtë sqarim i japën me respekt plot për të gjithë palët e përfshira dhe me synim që Këshilli të marrë vendim të informuar, të balancuar dhe në përputhje me standardet më të mira institucionale. Atëherë nëse nuk ka, sipas praktikës dhe sipas opinionit që ka dhënë zyra ligjore, kush voton që të hedhet kundërshtimi? Kundër? Abstenim? Pra me 7 vota hedhet si palejuar kundërshtimi i gjyqtarës. Dhe me 3 kundër.